Aktori amerikan Ron Neal i njohur më së shumti për rolin e Tarzanit në shfaqjen televizive të viteve 1960 me të njëjtin emër, ka vdekur në moshën 86 vjeçare. Bota ka humbur një nga njerëzit më të mëdhenj që ka njohur ndonjëherë. Dhe unë kam humbur baban tim, tha vajza e aktorit në një postim emocionues në Instagram. Tarzani fillimisht u transmetua në rrjetin televiziv NBC nga viti 1966 deri në vitin 1968, kohë gjatë së cilës aktori theu disa kocka dhe u raportua se ishte sulmuar nga kafshët, pasi u tërhosh nga aktrimi në vitin 2001. Ellie u bë autor dhe botoi 2 romane misterioze. Ai bëri një kthim të shkurtër në aktrim për një film televiziv, Expecting Amish, në vitin 2014. Në vitet 1980, ai u shfaq në programe të tjera televizive të suksesshme, duke përfshirë komedinë e bazuar në anije lundrimi dhe Love Boat, si dhe Wonder Woman. I lindur në Texas në vitin 1938, Ellie u martua me të dashurën e shkollës së mesme në vitin 1959 përpara se të divorcohej 2 vite më vonë. Ai ishte gjithashtu i njohur për organizimin e konkursit Miss America në fillim të viteve 80, ku takoi gruan e tij të dytë, Valeri Lundin, me të cilën kishte 3 fëmijë. Ylli i Tarzanit vdiq në shtëpinë e tij në Santa Barbara në Kaliforni.